Përshëndetje miq të portalit Timoni.al, mirë se keni ardhur në episodin e radhës në Timoni Podcast. Sot kam nderin të kem ftuar një njeri që i vlerësoj mendimin, një njeri i cili është i vyer për shoqërinë shqiptare me mendimet e tij shumë vjeçare mediatike, po ashtu edhe për kontributin e tij shoqëror dhe kontributin e vyer në letërsi. Ai është një nga njerëzit që i ka besuar deri në fund mendimeve të veta politike dhe i ka ndjekur ato me vendosmëri absolute. Kam nderin të kem të ftuar kolegun, po ashtu mendjen e ndritur të gazetarisë shqiptare zotin Agim Baçi. Gimi, faleminderit që pranove ftesën dhe është kënaqësi e veçantë që të kem në këto fillime të para të Timoni Podcast. Përshëndetje Almer, kështu si ma bërë hyrjen ti, nuk më lejohet as i gabim gjatë kohës së flasim. Jo, në podcast ato janë emocionet e mia, ato që ti më jep mua. Agim Baçi është një nga njerëzit që në përplasjen e madhe që ndodhi në Partinë Demokratike në vitin 2021 i besoi idesë që Sali Berisha nuk duhet rikthehej në krye të asaj partie dhe ndoqi rrugën duke i besuar leadershipit të Lulzim Bashës, që këtë ide e ndoqi deri në fund. Pyetja që kam unë për ju, zoti Baçi, është: a gaboi Lulzim Basha me vendimin që mori në shtatorin e vitit 2021 duke përjashtuar Sali Berishën, kur ti e lexon pas rezultatit të 11 majit? Moralisht, jo, praktikisht po. Moralisht, ne nuk mund të jemi hipokrit që themi që SBA-ja është alati më i rëndësishëm, me përpatin tonë është në të njëjtin krah me ne, dhe pastaj ta paragjykojmë kur na bën kërkesa. Do të thënë, pra moralisht, besoj që mori një vendim në parim të drejtë. Dhe po të shikojmë, pse them të drejtë. Sot Partia Demokratike kërkon mbështetje nga SBA-ja për t'i dhënë të drejtë asaj masakrës elektorale. Pra, sipas ka pas gabim Basha kur pranonte një kërkesë nga SBA-ja, ndërkohë që sot Partia Demokratike zyrtarisht zoti Berisha dhe gjithë leadershipi që është, po kërkon nga SBA-ja një mbështetje për të dhënë të drejtë për këtë gjë. Pra, nuk mund të jemi me dy standarde. Një herë të na pëlqejë çfarë na thotë SBA-ja dhe një herë mos na pëlqejë çfarë na thotë SBA-ja. Po ku gaboj teknikisht? Gaboj teknikisht sepse vetë zoti Basha duhet kuptonte që kishte marrë një parti më shumë të dhuruar nga Berisha se sa të fituar. Me një logjik gjërash që shpesh herë i kishte pëlqyer të dy palëve, qoftë Berishës, qoftë Bashës, që ta asociohesh me njëri tjetrin. Pra nuk e kishin kundërshtuar as Basha praninë e Berishës në vendimarrjen e tij dhe as Berisha kur shpesh asociohej. Dhe po të kemi parasysh, po të them kokën pas. Në 8 vitet e Bashës si kryetar Partisë Demokratike, diplomatët e huaj dhe shumë tjerë kanë takuar, saç kanë takuar Bashën, kanë takuar dhe Berishën. Dhe kjo krijoi atë dyzimin e fortë, cili është kryetari i vërtetë i Partisë Demokratike. Dhe besoj se ti je nga ata dhe bashkë me mua dhe me shumë që po të pyesin, bëjmë një sondazh, do të kuptojmë që askush nuk e besonte që ishte vetëm Basha që ka drejtuar PD. Dhe faktet nuk hyn më në punë, sepse politika është perceptim publik. Dhe nëse të dy palët lejojnë që në ky perceptim publik të fitojë, atëherë kur shkon zgjedhje është e pamundur të ndryshosh mendim. Ku gaboj tjetër? Gaboj sepse jo vetëm që lejoi që ta asociohej me Berishën në çdo vendimarrje, por kur hyrin betejë nuk kuptoi që ata që e kishin mbrojtur sepse mendonin që pas tij është Berisha. Dhe në moment që ai u tregoi një realitet tjetër, po këta njerëz që luftonin për të, duke menduar që është ky, i dolën përballë. Janë po të njëjtët njerëz, besoj që ti më mend që të vrisin po të dilte një stilin të takojë një Bashës. Për shembull, më mend kur shpalli kandidaturën që u sulën apo, më thënë, të tjerë, pra, nga ata dhe po të njëjtët njerëz, më thënë, e anat e muan Bashën. Pra, çfarë ka ndodhur? Pavarësisht se ne të dy mund të bijmë që politika është një lloj arti, kërcimi shumë i vështirë, domethënë një lloj balerinë që do të thotë, ne nuk do të thotë që bashkërisht japim drejt mungesës moralit politik. Ato që justifikojnë që ideja që politika s'ka moral, janë thjesht të gënjeshtarë që duan të na besojnë ne që çdo gjë justifikohet. Jo. Brenda politika ka një moral të vetin, cilën duhet ta respektosh, domethënë dhe brenda kësaj duhet të jesh një artist i madh, domethënë një njeri që di të kuptosh gjithë situatën. Dhe ju thatë që për shumë në raportin si zgjodha, nuk zgjodha Bashën, zgjodha të drejtën. Po të kisha zgjedhur të fortin, nuk do isha te Basha. Që në momentin e parë ne e dinim që ditën e parë kur doli, kurse besonte asnjë në konferencën e parë. Zgjodha të drejtën, por kjo e drejtë ju mbështetet u tradhtua nga amerikanët me kalimin e kohës. Koha e tregoi këtë. Nuk ka rëndësi për mua, domethënë se kush e tradhtoi. Unë besoj dhe ja ku jemi. E bëri dot Berisha opozitën bashkë.
atë që premtoi që unë do respektoj votën e lirë. Opozita pretendon që Lulzim Basha ishte njëri i shitur. Po si e shiti se nuk ka asnjë fakt. Edhe po të shikosh edhe zoti Berisha edhe të gjithë të tjerët janë tërhequr, thonë që thjesht nuk mbrojti votën e vjedhur, por që janë vjedhur zgjedhjet në 2021-shin. Se nëse është shitur zoti Basha, atëherë sa është si sot PD-ja që ka humbur kaq thellë, domethënë që ka një diferencë për 33 deputetësh, ndërkohë që Basha kishte 9 deputet diferencë. Pra, nëse flasim për çdo humbës është i shitur, që unë besoj që e ka bërë, nuk besoj që e ka bërë as Basha as Berisha. Shiko. Një nga arsyet, një nga gjërat që i leverdis një pushteti dhe fatkeqësisht për fatin tonë të keq, domethënë që ndodhen në Shqipëri, zakonisht autokracitë, kanë idenë që t'japin atë porçarin e madhe që në opozitë, që këtë e kam unë, këtë e kam shitur dhe këto janë gjëra që vetë pushteti i subvencionon në mënyrë të tillë që të përhapen publik me idenë që të shkojë besueshmëria në pikën 0, apo jo. Siç kemi pasur për zotin Basha që jo edha këtu, kemi pasur për zotin Berisha jo i biri merr biznese, jo këto, domethënë pra, gjërat cilët kanë ndikim publik, apo jo. Pra, ne po flasim në një raport që unë mendoj që është e drejtë dhe sot e kësaj ditë kur kthej kokën pas, domethënë në politik pavarësisht se unë kam votuar Sali Berishën dhe domethënë nga 91-shi e di për çfarë kam votuar dhe pse e kam votuar, vjen një moment për të kuptuar që koha politike është kohë politike. Edhe unë mendoj që sot që flasim. Dakor. Mos ishte një diktim i gabuar i amerikanëve që të largonin nga partia politike e njeriu që kishte themeluar, që asociohej, po thoshte Berisha, kishte thënë partia, po thoshte partia është Berisha. Mos ishte edhe një lëvizje e gabuar taktike e amerikanëve për të larguar këtë njerëz me 500 vota, siç tregon koha sot. 500.000 vota. 500.000 vota njëri me 500.000 vota ta largoje nga forca kryesore politike që ishte themeluar dhe ata të vazhdonin rrugën me njëri të tyre. Po shikojmë shumë ngushtë. Nëse luftojmë se kush do dalë i dyti, edhe nëse Berisha hyn se kush do dalë i dytë dhe kush do jetë kryetari i opozitë, po flasim për një gabim sepse po si mund ta largojmë 500.000 vota një njeri tillë? Pse do ta largohet nga forca politike? Nuk të largohet. Nëse në momentin që ti nuk bëhesh fitues, ikën dhe i le rrugën dikujt tjetër që të bëhet fitues. Nuk numërohen votat tu. Domethënë nuk e mam me njëri të dytin. Më vetëm fituesin, është si në futboll. Domethënë del në kampion, po nuk mamën. Aty ke libri art shkruhet kampioni. Dhe unë po them që zoti Berisha mund mos i humbi kur 500.000 vota, po s'bëhet kur fitues me kaq vota. Lulzim Basha si do bëj fitues pa këto 500.000 vota pra? Shiko. I kishte sa vota u morën në 2021-shin? U morën më shumë se sa kaq apo jo? Po, u morën gati ke 610.000 votë, 620.000. Po pra 620.000 vota. Domthon, sot duhet vi keq për shembull, si ka mundësi që 110.000 sot nuk janë më bashkuar kësaj, domethënë, madje aq 600.000 vota janë pa votat e LSI-s, pra i bie shumë më shumë, sepse në 2020 730.000 vota. Po, kishe pra, mos i llogarisim kështu, domethënë është më shumë se sa kaq, është më e thellë se sa kaq. Po janë vota me Sali Berishën brenda ato. Pra ku e dinim ne që Lulzim Basha duke larguar Sali Berishën do arrinte që të ishte fitues sot, kur ka një sistem që neve sot themi një sistem që Edi Rama e patronazhon, ka kapur biznesmen. Se është një gjë e mirë që dikush ta lidh partinë me vetveten dhe të mendojë që pa të partia vdes? Domethënë, e di çfarë? Kështu është asociuar, ne nuk e ndryshojmë dot realitet. Jo, zoti Toska, ka një gjë. Një lider kur futesh në politik, nuk futesh për dinjitetin tënd personal, futesh për qytetarët. Po të shikosh, gjithë nuk e kam gjë në Merë Berishën që bile thotë s'kam as interes personal, ne kam vetëm për publikun. Si mund ta kesh për publikun, nuk shqetësohesh për publikun. Pra, në raportin e politika është për qytetarët. Në politikë njeriu është vrarë, është sharë, është fyer, domethënë, në dinjitetin personal e mbron në gjykatë. Ajo që them unë është që nëse ti ke krijuar idenë që partia me ty vdes, atëherë ti ke vënë egoizmin tënd personal mbi gjithçka tjetër dhe do shkosh drejt një shkatërimi. Ato që tregoi koha i tregoi që ai kishte njerëzit mbrapa, kishte të drejtë pra, praktikisht. Po për çfarë? Për të mbështetuar dinjitetin në vend kur ai pretendon që është bërë pa drejtësi zotri. Dinjitetin e kujt? Dinjitetin personal pra. Se ka çuar, ku e ka çuar? Ka fituar gjyq në Shqipëri? A e ka hapur dosjen sepse shumë meqense po hap një çast të tillë. Unë do doja që Sali Berisha, duke qenë se ne kemi precedentin, se zoti Rama për shembull e ka treguar që me Gonigalin i investon për kundërshtarin politik siç bëri me Bashën në atë kohë. Nuk e ka problem fare për të bërë një dosje për cilën ndoshta Berisha, domethënë me të drejtë akuzon që e ka sajuar ai. Lobimi, jo 6 milion, po edhe 16 milion, edhe 26 milion, do të ishte i drejtë për shqiptarët, nëse zoti Berisha do kërkonte me ngul hapjen e dosjes së tij, jo heqjen në ngratës. Meqense ne kemi akuzuar, domethënë
Zoti Berisha dhe të tjerët kanë akuzuar zotin Rama që me lobimi ka bërë në ngrata. Do bëjmë lobim tani për të ikur në ngrata? Jo. Ne kemi nevojë që shqiptarët ta dinë. Zoti Berisha ka kërkuar si të Bashkurat Amerikës ka kërkuar informacion lidhur me këtë dosje dhe në kohën kur Blinken ishte sekretari i shtetit. Po iku Blinken pra, është Trumpi. Domethënë, pra, nëse ti thua dhe Trumpi është ai mori informacion dhe tha informacioni rezultonte që ishin disa UFO të George Sorosit që ishin përdorur si burim informacioni për ngratën e tij. Është akt publik, nuk është çamber në telefon ai një shokun e vet që i thotë kështu. Kjo është dhënë publike. Nuk e. Ma tregoj një moment që ke një dhënë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Jo. Shikoj, Departamenti Amerikan i Shtetit nuk është media, nuk është OJF. Departamenti Amerikan i Shtetit vepron me vendime, siç ka marrë vendim për të njohur, domethënë për ta shpallur non grata, shpall dhe vendime për mos njohje më non grata. Çfarë e pengon se deri në sa të bënte betimin Trumpi, e pengonte Blinken dhe gjithë soroizmi atje. Çfarë e pengon sot? Pra, duhet të bëjmë pyetje me interes të Shqipërisë, jo në interes të Sali Berishës personalisht, me cilën e kam mik dhe po tulem do zgjidhja midis shumë vetave, domethënë në politik do zgjidhet pija kafe me Sali Berishën për të folur sepse di sa interesant është dhe çfarë mund flas me të. Por në raportin publik ne duhet të jemi drejt, duhet të kuptojmë që atëherë sipas te amerikanët sot zoti Baçi, pse nuk bën një lëvizje tjetër? Një pyetje mund për Amerikën, si mund përgjigjem unë për SBA-n? Dakor, pra sepse ju thoni që Amerika penalizoi nuk e do Berishën sot për sot. Sot kjo fuqi madhore është e Bashkuara të Amerikës. Rubio thash logjikën tënde. Shiko, Almer. Do më pëlqente shumë për shkak të asaj, për shkak të historisë që ka Berisha, për shkak të rëndësisë që ka për publikun. Dhe unë kam thënë gjithmonë, gjyqjet për, domethënë qoftë kjo është shpallës non grata, që Amerika duhet ta bëjë për shqiptarët. Na sqaroj, është apo s'është vërtet. Gjyqjet që janë zvarritur duhet bëhen sepse më shpejt, siç ishte gjyqi për Vulën, siç janë gjyqi për këta dhe unë kam bindjen që kanë ndikuar qeveria që to të zvarritet, është problemi që këto duhet bëhen sa më shpejt sepse nuk kanë ndikim vetëm për Sali Berishën, kanë ndikim për ata që janë mbështesin, se duhet dinë vërtetën apo jo. Dhe nëse në fund fare Berisha shpallet fajtor ose dinë dhe këta duan ta mbështesin prapë, është e drejtë e tyre, por ne nuk kemi bëjmë më pastaj me një shqetësim për demokracinë. Nuk flet më për demokracinë. Dhe unë jam i shqetësuar Almer për një vend ku jetojmë unë ti dhe të jetojnë fëmijët tanë dhe duam që ata të rriten këtu, që ti kuptojmë që këtu ka një vend që loja politike nuk bëhet për interesa personale, individuale, ku njeriu, ku kryeministrat kanë investimin më të madh që bën në një vend dhe bëjnë për kundërshtarin politik që ta përçajnë. Por duhet është loja politike, çdo kush do të bëj lojën e vet. Jo, më e ke lexuar gabim. Nuk është amorale që ti të investosh politikisht që të kesh kundërshtar të dobët. Është amorale i dashur Almer, sepse kur votohet nuk pret, nëse zoti Rama për shembull, ose kushdo tjetër, premton që gjatë mandatit tim do ta shkatroj opozitën, okay. Nëse do thotë për shembull që gjatë mandatit tim do tallem me shqiptarët, okay. Nëse ama e premton dhe e mban fjalën, okay. Ka të drejtë në votës. Por ama në moment që ti premton që unë do punoj për të mirën e këtij vendi, që ky vend të ketë prosperitet, nuk do të thotë që ti të shkatrosh kundërshtarin. Pra, do të jemi të qartë dhe unë jam kundër çdo kujt, më lejo ta them se e kam shumë bindje këtu. Dhe ne duhet ta kundërshtojmë të dy bashkë, se jemi pjesë e medias. Çdo kujt që thot bravo i qoftë se e ka bërë kundërshtarin, e ka coptuar kundërshtarin, jo ti themi turp të ketë. Sepse kundërshtari në një vend demokracia nuk ka kuptim pa një kundërshtar të fortë. Okay. Dhe po të shikoni, ka humbur kuptimin mazhoranca. Sepse kundërshtari një fort i jep kuptim të mazhorancës. Ju përmendet Amerikën si referencën që shqiptarët i besojnë si institucioni më i rëndësishëm dhe i besueshëm sot në Shqipëri, që deri dje donte të largonte Sali Berishën nga grupi parlamentar dhe i kërkoi ja diktoi këtë Lulzim Bashës, ndërkohë që sot na rezulton dhe të dhënat që po dalin kohë pas kohe na tregojnë që kjo Amerikë e djeshme ka qenë një Amerikë e korruptuar, sepse Donald Trump, sekretarin i përgjithshëm, e largoi dhe shpalli non grata thonjse nga institucionet e rëndësishme amerikane. Tani, kjo Amerikë e djeshme, jo, të lutem le ta bëj përashtrimin. Kjo Amerikë e djeshme që donte Sali Berishën jashtë, e cila Edi Rama sa herë që vite zgjedhjet i thoshte ti gëzosh zgjedhjet. Kjo Amerikë e djeshme që kishte me Goni Galin që erdhi këtu mbushi çantat me para për të mbajtur Edi Ramën në pushtet, krijoi një çështje fake ndaj Lulzim Bashës si çështja e lobimit rus. Si do t'i besonte Sali Berisha kësaj Amerike dhe si duhet që t'i nënshtrohej kur kemi këto fenomena të tilla një administratë që na ka shfaqur neve koncepte korrupsioni. Trump është hera dytë që vjen në Shtëpinë e Bardhë. Ka qenë 4 vjet më parë kur ka qenë Rama këtu kryeminist, edhe e ka takuar. Nëse ti kujtoni dashur Almer në 2011, pas 20 janarit, Arvizuja
ambasadori. E kuptoj mirë atë deklaratë, po. Doli dhe tha Berisha është burr shteti. Dhe mbaj mend çmendurinë brenda Partisë Socialiste me të drejtë që tha Amerika po mbron një njerëz që ka lejuar të bëhen bracet në bulevard. Pra, ne nuk mund të hyjmë te logjika e politikës amerikane që funksionon me atë që është fuqi. Ne do flasim me fakte për gjërat të cilat na interesojnë në këtë pikë. Çështja është që unë të thash që ditën e parë me fakte, ideja është që ata mbështesin atë që jep paradat atje pra. Këtë na tregoj koha. Jo, më lejo. Shiko, mos ta bëjmë kështu se ta flasim në kaq dëgju më të thjeshtë. Jo, pra zotrim, nëse u loboke në Amerikë dhe paguoke, ti mund të blesh, edhe mund të përgjinjështrosh. Shiko, kjo është fytyrë. Më vjen keq më. Të tregoj. Çfarë tregoj? Me Gonigali çfarë tregoj? Shiko, me Gonigali tregoj që Amerika e ndoshkoi për atë që bëri. Shfrytëzoi postin e tij. Po ndërkohë Shqipëria devijoi vullnetin e qytetarëve. E devijoi, por shqiptarët kishin mundësi ta korrigjonin, pse nuk e korrigjon? Kur pan një kryeminist që devijonte vullnetin e zgjedhësve, pse nuk e korrigjon shqiptarët? Ku do të kërkojmë të llogari? Ku do t'i besonin? Pra, u bëre ti, mund të kenë alternativë besueshme apo shkove me dy forca politike duke t'i treguar shqiptarëve kush është më pak i besueshëm apo më pak i keq? Nuk shkohet kështu në zgjedhje. Minimalisht për shembull, Zoti Berisha ndërtoi konceptin e Shqipërisë madhështore duke imituar atë që ishte në SBA. Por për mua për shembull do të kishte ngritur çështjen e të ruajmë demokracinë në Shqipërisë, të ruajmë shtetin demokratik se po humbet. Mund të ishte një alternativë shumë më e mirë përballë Tallavasës së Zotit Rama. Apo jo? Po si do ta bënte këtë gjë kur ky njeri sot administron pushtet masiv, pushtet të shtrirë në çdo lloj spektri të shoqërisë, kontrollon median, biznesin. Nuk e dinte Berisha këtë gjë? Drejtësinë. Nuk e dinte Berisha kur tha që do ta mund Ramën, nuk e dinte Berisha kur tha që unë do ruaj çdo vot, nuk e dinte Berisha që Po çfarë do të bënte Sali Berisha kur përballë në realitet kishte bandat, kur vinte nga një luftë nga një përplasje e brendshme politike dhe unë pajtohem me ty që mbështetja amerikanëve nuk ishte, Berisha ishte në kundra kohë që të merrte administratën e re Trump në mbështetje sepse ishte pa kohë. Dhe radha e Shqipërisë i duhej t'i vinte radha e Shqipërisë në vëmendje amerikane drejtoi nga Shqipëria duhej kohë më e gjatë. Pra, duke parë këtë lloj faktesh, këtë lloj struktur faktesh, mendon që çdo kush që do ishte në vend Sali Berishës do ta humbiste garën kur shohim këto fenomene të përsëritura në zgjedhje? Edhe mundet përballë një kryeministi që teknologjinë, domethënë inxhinierikun e manipulimit të votës mund ta ketë rritur më shumë. Ja kam thënë doktorit dhe përballë që këshilltari yt Fred Lera ka botuar një libër si manipulohen zgjedhjet dhe mund ta kishin lexuar gjithë Partia Demokratike këtë gjë që tregon një inxhinierim të devijimit të vullnetit të zgjedhësve në disa vende, jo vetëm në Shqipëri. Çështja është që po të shikojmë me vëmendje, Partia Socialiste nuk është rritur me vota. Është rasti i parë që voton diaspora dhe vetëm ajo e ngriti, por në Shqipëri ka 5% më pak se sa në 2021. Pra, shumë njerëz nuk shkuan tek PS-ja. Pas partitë e vogla nuk u rritën. Partitë e vogla zgjollën të rrinin të vogla. Mund të ishin të reja, por zgjollën të rrinin të vogla, se mund të kishin bërë një koalicion, të treguan naivitetin e tyre politik, duke mos gjetur rrugët për të qenë bashkë, për të bërë një pol i rëndësishëm politik. Dhe mendoj që ata 10 deputet që Partia Socialiste i ka marrë më shumë me të njëjtat vota si në 2021, janë kjo mangësi e këtij polit që nuk u bë dot bashkë, duke parë historinë e 2021 se si ngeli PD LSI në opozitë vetëm për shkak të asaj mungese koalicioni, duhet të kishin bërë gjithçka që të bëheshin bashkë, por unë mendoj që Zoti Berisha nuk arriti dot të ndërtonte një perceptim publik dhe për fatin tonë të keq ja përcaktoi kundërshtarin dhe kur hyn në politik duke të përcaktuar kundërshtarin nga ana politike se çfarë je, është e vështirë shumë të rindërtosh. Pse nuk ngjiti në realitetin ton politik ndikimi i Civitas, ai Amerikani Trumpit, njeriu që do bënte ndryshimin. Pse shqiptarët nuk e kuptuan këtë gjë? Sipas tekstit të shkruar. Ose pse nuk e planuan? Po ne nuk kemi realitet amerikan. Ai po flisë për një realitet ku njerëzit reagojnë. Ti po flet për një realitet ku njerëzit nuk reagojnë. Pra, ku nervi i shoqërisë ka rënë shumë, dhe Berisha për mua kur e bëri testin e madh që të mosbindjes civile, kur e pa që shoqëria civile nuk u bashkangjit me PD, duhet të kishte kuptuar që do të kishte bërë një ndryshim kolosal në propozimin e tij në zgjedhje. Do të kishte propozuar një emër tjetër për kryeministër, do të kishte propozuar një zgjidhje tjetër, një koalicion shumë më të madh, do të kishte bërë bashkë gjithë forcat që i premtoi. E premtoi. Tha nuk vi për të bërë kryeministër, do bëj gjithë bashkë gjithë opozitën, unë jam ai që mund Ramën. Dhe kemi këtu dhe politika nuk është letërsi që kuptohet mas 20-30 vjetësh dhe ti se çan kokën se je autor që punë e madhe, s'e kupton tani do të kuptojnë në vonë. Nuk e Kafka që
sa ishe gjallë ishim bler 11 libra dhe sot është nga më të lexuar në botë. Në politikë je konkret dhe je me kohën dhe duhet kapësh kohën tënde. Dhe unë mendoj që fatkeqësisht opozita nuk arriti dot të krijonte atë frymën e madhe, domethënë për të mundur një qeveri që s'kishte nevojë fare për të ardhur nga Civitaja. Mjafton gjithë ata që kishin ngrënë kumbulla pas Shpinës Ramës për të kuptuar që nuk ka nevojë më për prova të tjera për të kuptuar që kjo qeveri ka shkuar në korrupsion. Plus që do të mjaftonte fakti që nuk ka në botë, do ishte rasti i parë në Shqipëri që qeveria përmirësohet gjatë qeverisjes dhe votohet më shumë. Nuk ndodh. Arti i qeverisjes është i tillë që në rastin më të mirë të le aty ku ke qenë, por gjithmonë ka të korrupton dhe të ezauron brenda. Sali Berisha në rast se do të kishte kontraktuar para zgjedhjeve si këshilltar, çfarë do të këshilloje ndryshe që ai të merrte një rezultat më të mirë se ky sot? Çfarë duhet bënte sipas teje? Të bënte e para të propozonte një emër konsensual për ta gjente ndaç në Shqipëri, ndaç të propozuar nga të gjithë ndërkombëtarët, domethënë për një emër që mund të bënte bashkë gjithë opozitën. Duke parë që kundërshtimi atyre që nuk bëheshin bashkë me të, por që ishin dhe kundër Ramës, ishte vetëm zoti Berisha. Dhe nëse ti vërtet do të rrezoshe Tiranën, atëherë egoja jote duhet të jetë më e vogël sa interesi shqiptar. Dhe duhet bëja do të propozoja një emër, një kryeministër i cili do të sillte opozitën në pushtet. Dhe do të përzgjidhje dhe u dha leksioni. Po të shikojmë për shembull Tabaku, Ilir Ali Mehmeti në Tiranë, po edhe në disa qytete tjera, listë hapur tregon që ata të cilët kanë marrë votën tregon që qytetarët atje që pushtesin ty mund të japin një kundër argument në zonat ku nuk kishte ndikim të bandave Partia Demokratike fitoi. Pra në Kavaj s'kishte ndikim, në Mirdit nuk kishte. Kjo është një lexim tjetër që aty ku ke pushtet lokale dhe mund të ndikosh, dhe kjo është një nga gabimet e mëdha të Bashës dhe Berishës bashkë, që fillon që nga braktisja e reformës elektorale, që nga braktisja e kuvendit dhe që nga braktisja e zgjedhjeve lokale, për të kuptuar që aty ku s'ke asnjë lloj pushteti, është vështirë të marrësh sepse interesat e qytetarëve janë zëruar, domethënë ndaj teje. Për mua nuk është problemi me Bashën, domethënë me Bashën që ti kthe në momentin kur mori vendimin për Berishën. Basha në momentin që zgjidhja e tij politike për të dhënë mandatet dhe për të braktisur pushtetin lokal e çoi në mos fitimin e zgjedhjeve, megjithëse unë mendoj që në 2021 i ka fituar opozita zgjedhjet, po mos kishim atë manipulim, domethënë, pra po të shikojmë diferencën 30.000 vota, aq sa që ka marr Rakipi për Dëbirin dhe Ëndrin në Tiranë dhe në Elbasan, aq është diferenca, 30.000 vota në 2021. Edhe prap kishte një lloj, domethënë, agresioni shumë të madh dhe ne dimë si u fituan zgjedhjet në 2021, por gjithsesi në momentin që ti nuk je shpallur fitues, pavarësisht fakteve që ke, do të hapësh rrugën, sepse e çove Partinë Demokratike në vendime ekstreme që nuk kanë zgjidhje dhe duhet ikësh. Nuk ka nevojë për të nxjerrur Berisha kur ndaj tij merret një vendim personal. Duhet të kishe qenë kundër Bashës që në momentin që humbe zgjedhjet dhe nuk ishte hera e parë që humbe zgjedhjet. Pra, në këtë lloj pike mendoj që ka një gabim klasik. Zoti Berisha ka qenë ai përzgjedhës i Bashës, ai mbështetës i Bashës, ai projektues i Bashës. Pse e mbajti Bashën Berisha? Se kishte njeriu më të besuar. Njeriu që ka bërë çfarë i ofronte ndryshe Bashës? Njeriu, edhe unë nuk besoj që do gjej një njeri më të besuar se Basha, do vazhdoj të kërkojmë politik, por nuk do gjej, domethënë, sepse Basha ka bërë eksaktësisht çka tash Berisha. Po pse i duhej Berishës në atë periudhë mbështetja e Bashës ose qëndrimin, çfarë përfitonte, çfarë benefitesh merrte Berisha? Shiko, do të analizojmë faktet, domethënë, raporti është që shumë e vështirë njeriu të mendojë që një ditë gjithë fuqia e tij politike ka rënë. Kështu që ka shumë mundësi që egoja e tij ta ketë mbajtur me njerëz që do vazhdonin ta pyesnin, t'i merrnin mendimet, merrnin urdhra për ti, të bashkëndanin mendimet, sepse nuk e shpjegon asgjë tjetër këtë lloj pranije kaq të madhe, domethënë, dhe kaq lehtësi ta rimarrësh prap Partinë Demokratike, një parti të cilën me letra 8 vjet kishte zoti Basha. Zoti Baçi, zgjedhjet e 11 majit mbaruan dhe opozita mori një rezultat një goditje shumë të rëndë, në 50 mandate, qeveria mori 83 mandate. Bashkë me Aladin vet ka 86. Kështu që po flasim praktikisht Partia Socialiste. Ka humbur dhe kuptimin opozita në kuvend për ligjet e rëndësishme 84 vota. Kur jemi në këtë lloj realiteti, kur shqiptarët u përballën me 12 vjet, një qeveri korruptuar, një qeveri që prodhoi skandale, prodhoi të arrestuar, prodhoi shumë produkt për spakun. Si është e mundur që shqiptarët i besuan kësaj qeverie dhe një mandat tjetër, ose e ulën kokën dhe pranuan të nënshtroheshin
Do flasim popullit thua ti. Jo, po do të kuptojmë realitetin, nuk kuptoj një optik tënde zotëri. Pse nështruan kokën ata pse ulën kokën? Ja ta them. Kur i lan pa ujë, i lan pa rrugë, prodhimet e tyre nuk shiteshin, të afërm e tyre largoheshin. Këta njerëz pse nuk reagojnë shqiptarët zotëri? Ka dy alternativa. Domethënë, e para një herë, ata nuk pan dot fuqinë e madhe të opozitës që të kthehej në alternativë të shkonin tek partitë e reja, Më dëgjoj pra tani, se partitë e reja në Shqipëri, domethënë duke qenë një politikë bipolare, shumë qytetarë edhe pse mund të kenë menduar për partitë e reja, në fund fare shkojnë dhe japin partive tradicionale se mendojnë që ajo mund të jetë forca alternative që të bëjë qeverinë. Dhe mendoj që mangësia e madhe këtu, pavarësisht gjithë gjërave që mund të themi për qeverinë, jo ato që tha vetëm MSB-ja, jo vetëm ato që thotë Partia Demokratike. Janë shumë gjëra të cilat do të mjaftonin që qeveria të jepte llogari për gjithçka që ka ndodhur lidhur me skandalet, domethënë qoftë me Ahmetan, qoftë me Beqen, qoftë me emra të tjerë, domethënë qoftë me Beliajn fund fare, pra me gjitha këto të jepte llogari për gjithçka, domethënë që është. Por në një raport tjetër, meqense ne nuk jemi të dy në politikë, po jemi në media dhe na lejohet të themi sepse politika nuk ka luksin të fajsoj popullin pse nuk e votoj. Duhet të shikosh nga vetja. Unë dua mendimin e zotit Baçi për shqiptarët. Ta them unë, ta them unë. Shiko. Demokracia funksionon kur ti mendon në mënyrë demokratike. Nëse njerëzit nuk janë gati të jetojnë në mënyrë të lishme, në mënyrë të ndershme, që ta akuzojnë atë drejtorin, ministrin, tjetrin sepse nuk duan vjedhjen. Jo se kanë hallin se nuk janë vend aty të vjedhin vetë. Nuk mund vinë ndryshimi. Ndryshimi vjen kur shoqëria është gati të pranojë, të sakrifikojë, që të bëhet zbatuese e ligjit. Atëherë nuk pas ka faj Sali Berisha që ka humbur, e ti do humbi apo të ishte vend Sali Berishës. Më lejo të them tani, Sali Berisha ka përgjegjësinë e vet që nuk bëri dot bashkë opozitën, nuk krijoi frymën e dur, nuk u bë alternativë, nuk bëri opozitën alternativë, duke qenë se erdhi me shumë minuse, të cilat ne ja kemi thënë koncepti i non-gratës që do ishte pengesë shumë e madhe, dhe s'duam qelloj, apo jo. Problemet e tjera ligjore me të cilët që kur momentin që filluan që ishin kurth shumë i madh. Mënyra se si u bën gjyqjet brenda Partisë Demokratike, mënyra se si u lejua 8 janarit ndodhte. Janë gjitha këto përgjegjësi e Sali Berishës nuk janë qytetarëve shqiptar. Pra, momentin kur njerëzit kuptojnë që ti je gati ta thyesh derën e shtëpisë tënde për ta marrë, shumë njerëz dekurajohen. Kur aty e mbyllin derën e shtëpisë, e betonizojnë, e blindojnë, e i vendosin dyer hekuri, çfarë duhet bënte ky njeri ndryshe pra? A mendon ti që kjo i dha pikë Partisë Demokratike? Absolutisht e dëmtoj. Po atëherë duhet të pranojmë sepse paktën edhe zoti Berisha ka pranuar që ka qenë një ditë shumë e trisht. Është takon ty të zgjidhësh disa gjëra, siç ndodhi në momentin që ti fitove gjyqin, edhe në mënyrë të lishme shkove atë merr vendimin e gjyqit dhe shkove siç ta hapën derën. Të ngelemi te koncepti i shoqërisë. E kam fjalën që ti duhet të japësh qytetarëve idenë që ti je njeriu i parë që zbaton ligjin. Ti je njeriu i parë që edhe kur siç ndodhet edhe me Spakun, që do të lejosh po thosh që mund të kundërshtoj, unë jam kundër gjithë asaj gjë, por unë si qytetar zbatoj ligjin dhe vijë dhe paraqitem. Pra, janë disa momente kyçe që ti i bësh qytetarët për vete për të kuptuar që te ty prevalon interesi kombëtar, te ty prevalon interesi qytetarëve, te ty prevalon interesi për zbatimin e ligjit. Të gjitha këto nuk u treguan. Dhe përballë një qeverie që kishte kaq shumë skandale, që kishte kaq shumë probleme, domethënë që nuk kishte as programin tënd, se çfarë do thoshte zoti Rama mas 12 vitesh, po çdo gjë që do premtonte do i binte që nuk e kishte bërë 12 vjet. Atëherë çfarë bëre, zgjodhi një diçka hipotetike, pasaportën europiane vitin 2030. Ndërtoi një narrativ të tillë, domethënë që i bëri ata që ta mendonin, ta mbështesin, domethënë garantoi votuesit e vet. I patronazhoi, nuk e fshehin. Po të shikosh, ata nuk e fshehin që kanë pas patronazhim qoftë në raportin me diasporën ku kanë kontaktuar edhe me çdo qytetar shqiptar, padyshim. Por kjo nuk e pengon asnjëherë një opozitë të kthehet në alternativë kur dëshiron vërtet që qytetarët të përqafojnë atë lloj alternative. Çfarë duhet bënte opozita ndryshe sipas teje? Duhet sakrifikonte nga egoja vet gjithçka, domethënë, dhe mos të ngultet disa njerëz që Berisha i respektoi dhe ti e di shumë mirë, i respektoi në raportin e qenurit luftëtar kur ai ishte në përballje për të marrë Partinë Demokratike. Dhe kjo e bën atë një burr që mban fjalën, por nuk e bën atë një burr që mund të rifitojë zgjedhjet, domethënë kur në këtë situatë. Dhe prandaj flas, nëse ti je i shqetësuar për qytetarët, nuk mund të jesh i shqetësuar për disa individ, duhet të jesh i shqetësuar për qytetarët shqiptar. Dhe për këtë ti do të bësh zgjidhje që e kalon egon tënde. Tu nuk është një marrëveshje, domethënë për gjakmarrjet ku ti gjykohesh në bazën se si bën
kompromisin për faljen e gjakut. Unë do të ndërtoj një pyetje ndryshe. Edi Rama kur kishte një opozit me Sali Berishën, i cili ishte i vjetëruar, kishte konceptin e besnikëve, nuk ofroi model. Pse duhet të përdorte kaq fuqishëm bandat në terren dhe të fuste përfaqësuesit e tyre në lista për deputet për të marrë këtë lloj rezultati? Çfarë e shtynte Edi Ramën të bënte këtë lëvizje? Shiko, nëse kemi vërtet, domethënë, një bashkëpunim politikës me krimin, siç janë edhe shumë rezultate, shumë dëna, domethënë nga ata që monitorojnë, tregon që është e vështirë ta ndash këtë gjë. Ne e dimë shumë mirë që në asnjë vend të botës krimi nuk lulëzon dot post pati dhe mbështetjen e politikës. Në këtë pikë, unë mendoj që mënyra se si është ngritur politika, ku nuk ka më një ndarje midis fortëve dhe politikës. Dhe ku tregua shumë kohë më parë dhe ne jemi vendi që duhet na vit turp që u detyruam të bënim një ligj dekriminalizimi me heq këto njerëz me precedent nga parlamenti, dhe nuk e di nëse i hoqem dot nga gjithë institucionet apo jo. Tregon që, domethënë, krimi dhe politika ishin gëshëtuar, ishin bërë një lloj simbioze shumë e madhe. Dhe nuk është kaq e lehtë për askënd, edhe po të ketë dëshirën maksimale, dhe ne nuk e dimë nëse ka dëshirën maksimale, ta largoj apo jo nga. Dhe në moment që ti kërkon domosdoshmërisht ti në qeveri, për shkak se mund të kesh frikë nga drejtësia, ose për shkak se ke ende për çese që do t'i fitosh ti, domethënë sepse i ke dhënë në atë mënyrë. Kjo nuk do të thotë që opozita, domethënë, nuk ka alternativa përballë një force të tillë që bashkëpunon me këtë do nga këto. Unë mendoj që kur ke të drejtë dhe kur ti mundesh dhe kur kthehesh në alternativë të besueshme dhe i bën qytetarët të afrohen me atë, nuk ka forcë që të të ndalë. Dhe historia ka treguar që kanë mundur vende diktatoriale. Unë nuk them larg qoftë të na shkojë historia siç u desh në 90-ta këtu që të rrezohet diktatura vetë që shqiptarët ngrihen nga Afrika. Unë mendoj që jemi në një kohë tjetër dhe opozita duhet të hitor nga egoizmi, leadershipi i opozitës duhet të hitor nga egoizmi. Sali Berisha është nga ata burra që duhet njohas shumë mirë politikës, duhet kuptoj që PD-ja është më e madhe se ai. Nëse ai mendon që PD-ja është më e vogël se ai, na ka bërë një dhuratë të një rrëzimi të ngadalshëm për të sigurt të një force politike. Unë mendoj që PD-ja është më e madhe se Sali Berisha. Personalisht mendoj që është më e madhe se Sali Berisha dhe prandaj mendoj që mund të kthehet në alternativë. Dhe vetë zoti Berisha duhet të japi ti kuptojnë mbështetësve të tij dhe shqiptarëve që PD-ja është më e madhe se Sali Berisha. Jemi në realitetin që zgjedhjet kanë mbaruar. Edi Rama është ky që është me këtë numër të fuqishëm mandatesh dhe Sali Berisha është duke mbledhur fakte për masakrën zgjedhore siç e quan. Çfarë duhet ndryshoj në Partinë Demokratike që në afat shkurtër, në afat mesër, në afat gjatë, që kjo forcë të bëhet fituese pra? Çfarë duhet sjell ndryshe? Si e shikon ato idenë e shumë qytetarëve që zoti Berisha është njeriu i cili e mban të bashkuar këtë parti dhe po të largohet ai kjo bëhet qindra copash e çikash, pra është vetëm njeri përbashkues. Mirë. A duhet dhe si mundet janë dy gjëra të ndryshme. A duhet ta them unë po. Si mundet duhet të pyesësh a do apo jo. Se mundet që ne të dy të flasim dhe të kemi shumë dëshirë që të reformatohet, po mund mos kenë dëshirë fare ato. Mund vetë mjaftohen me këtë lloj situate që janë. Çështja është se ndryshimi si të njeriu, si të forcës politike fillon nga vetja. Dua unë ta bëj këtë gjë apo jo? Dua të ndryshoj apo jo? Dua të kem një alternativë tjetër apo jo? Duhet ja bësh Partisë Demokratike. Duhet ja bësh, domethënë, siç e shikon tani ne flasim të dy, unë jam thjesht një gazetar dhe analist i lirë, domethënë në këtë raport me dëshirën e madhe që këtu të kemi vërtet demokraci dhe demokraci pa një opozitë fortë nuk ka. Nuk mund të ketë, nuk ndodh. Nuk ka histori politike që tregojë që një qeveri përmirësohet, domethënë një qeveri edhe duke patur kundërshtar, një opozitë shumë fortë, prapë, domethënë rrezikon të shkojë në arrogancë. Jo më një qeveri që ne e pam shumë mirë në mandatin e shkuar, ku kryeministri shpërfitet në mënyrë të hapur komandin. Kur shkonte, kur donte ai apo priste që të ndryshonin ligjit që të merrte vendime, duke i dhënë fuqive përpërës dëshirës tij. E kemi këtu rastin e komisioneve hetimore apo jo? U prit që të ndryshojë ligji që të kalon, ndërkohë që komisionet hetimore mund të kalojnë dhe pastaj kur kalon një ligj, siç ndodh një botën, ligj i ri vendos rregulla të reja. Por çfarë ndodhi? U respektuat dëshira e kryeministit. Pra, në këtë pikë çfarë mund presim ne nga zoti Rama, nëse nuk të ketë përballë një alternativë të fortë, që shqiptarët besojnë që përmes kësaj mund të sjellin një qeveri sekret tjetër.
Alternativa e fortë a mund të vijë në një situatë ku qeveria është furnizuesi më i madh me para i oligarkëve, furnizuesi më i madh i para edhe i elementeve brenda opozitës, është furnizuesi dhe inxhinieria kryesore që mund të kontrollojë të drejtësinë, siç përflitet, është një nga industritë më të mëdha të kapjes së çdo gjës në këtë vend. Si mundet krijohet fryma në këtë lloj realiteti? Ja të them unë, do të citoj unë. Ose një qeveri e zhytur në krim për të shpërtuar drejtësisë bën një krim tjetër ende më të madh. Si kapet kjo gjë? Ka një shprehje shumë interesante që thotë që në kulmin e betejës, kur topat gjymojnë, kur tanket godasin, zëri i njeriu dëgohet edhe kur është për shpërim. Kur ai po të vërtetë. Kur ai kërkon të vërtetën. Pra, mos ta justifikojmë me idenë, pavarësisht gjithë këtyre gjërave që mund të themi për zotin Rama, se si kontrollon shoqërinë shqiptare, si kontrollon oligarkët, si kontrollon mënyrën se si komunikojnë mediat, mënyrën se si komunikon politika, interesat e shumë. Unë mendoj që fuqia që kanë qytetarët për të ndryshuar diçka, kur ata besojnë se ajo që i fton është zëri i vërtetës, është dëshira e tyre, është vullneti i tyre, që do respektojë vullnetin e tyre, unë mendoj që nuk ka forcë që të ndalë, nuk ka qeveri dhe nuk ka patronazhi që të ndalë. Prandaj them, është shumë e vështirë, po jo e pamundur. Por kjo nuk fillon duke u bërë zgjatimi ose OSBE-s, duke bërë një libër të zi prapë për shkeljet, edhe pse janë domosdoshme. Mund t'i arrish to, por me keqardhje them që të mendosh që 2001 është i barabartë me 2025-ën, është shumë e vështirë, sepse në 2001 u sajua një mazhorancë nga Dushku ku u prodhuan me shkelje të qartë të ligjit, sepse u bën zgjedhjet në proporcional 2 javë mbasi ishin bërë në rang kombëtar, që nuk është e lejueshme, pra u shkel ligji hapur, dhe do të mjafton të kjo që ndërkombëtarët reaguan. Sot, për fatin tonë të keq, ke një pranim nga ndërkombëtarët, ke një përshëndetje të gjerë të tyre dhe ata kanë përshëndetje për interesat e tyre sepse duan sjelljen emigrantë në Shqipëri. Ne do i gjykojmë, shiko, e kemi luksin të gjykojmë se na përshëndet Meloni apo Merzi? Ne po patjetër që duhet të gjykojmë sepse nuk do të marrim çdo gjë. Kemi luksin politikisht si qytetarë që tjetër, e kemi luksin. E ke. Jo, na duhet marrëdhënie e ngushtë me ta. Po, shiko, ti nuk mundesh dot. Shiko, Europa ka treguar dhe SBA ka mbajtur një diktaturë 45 vjet tu zoti Baçi. Ata për interesat e tyre mund të mbajnë çdo këmbë. Ja, kërkojmë dot llogari këtë gjë. Prandaj themi për shqiptarët, pra. Prandaj po themi çfarë do bëjnë shqiptarët. Nëse më dëgjove me vëmendje, nuk thash çfarë do bëjnë ndërkombëtarët në Shqipëri. Prandaj thash që do ta bësh te librin e zi. Do jesh një zëtimi ose OSBE, si ka thënë OSBE. Do t'i thosh çik më të lart. Do të shohësh disa dokumente të tjera. Por në moment që ato i kanë pranuar, kanë reaguar, kanë përshëndetur, është e vështirë që të ndryshosh realitetin, sepse nuk kanë ngjashmëri as me 2001-shin, që kishte këto lloj faktesh që ndërkombëtarët detyruan Nanon, Tulli me Berishën të zgjidhte presidentin, zgjidhte kryeprokurorin. Tani janë në një situatë krejt tjetër. Dhe ky është ai momenti që opozita, leadershipi, duhet të kuptojë që ka një realitet tjetër dhe duhet i drejtohet shqiptarëve përmes një realiteti të ri. Zoti Baçi, sot opozita ka ende një shpresë janë Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk kanë folur për zgjedhjen 11 majit. Çfarë mos bëhemi naiv, amerikanët nuk flasin për zgjedhjet e kanë folur në 2021-shin ende në numërim. Ka folur ambasadori amerikan këtu për ka folur departamenti i shtetit. Deklaratën po deshë ta nxjerr tani në këtë moment. Është një deklaratë zyrtare ku ata uronin fitoren e Tiranës. Ke parë që ka ardhur zoti Trump në pushtet, domethënë pa nuk është ky një sinjal që ata nuk do pranojnë zgjedhjet e Tiranës apo nuk pajtohen me këtë lloj qeverisje. Ke parë çfarë deklaratash bën zoti Trump që kur ka ardhur në pushtet, domethënë ka një real politik krejt tjetër. Sovranist. Dhe në real politik, domethënë, ne mund të themi këtë gjë, por prania e Kushnerit, domethënë duke thënë që kemi të bëjmë një marrëdhënie të shkëlqyer me zotin Rama, domethënë me këto të tjerë, duhet të jetë një alarm për opozitën. Kushneri është ëndri Trumpit dhe nuk përfaqëson institucionet zyrtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ëndri Trumpit është një biznesmen, pra. Shiko. Të bëj një kështu, domethënë kërkesë si mik që të kam. Shikoj gjithë marrëdhëniet që bën SBA me partnerët, domethënë është më drejt për drejt. Në Ukrainën kërkoi një Zoti Baçi e kalon dot Rama oqeanin sot, a ka marrëdhënie të ngrirë nëpërmjet qeverisë shqiptare dhe departamentit të shtetit sot? E lexon këtë lloj realiteti? Se unë për këtë mendim. Shiko, zoti Toska. Duhet parë
mundet që dosja me Gonigal më të jetë një ollë e fortë për zotin Rama dhe kështu i bie që të jetë. E shoh të shqetësuar sepse me sa kam dieni unë dhe SPAK-u ka nisur procedurat për këtë proces, domethënë për këtë dosje me Gonigal që ka ardhur në Tiranë. Nuk është qetë sepse ai e di shumë mirë këtë gjë, por nuk mund të merremi dot sot se çfarë përfaqëson Rama në marrëdhënie me amerikanët, po të kemi parasysh që sapo bëri një summit për cilën ne duhet të themi gjërat, ne solli gjithë ndërkombëtarët në Tiranë, apo jo, që bëri një summit të rëndësishëm ku presidenti francez si rradh herë, domethënë fton bizneset ku u duk në këtë lloj bote me kaq probleme të mëdha, duket sikur edhe autokratët gjenden më mirë se sa më parë. Presidenti i Francës ka bashkëpunuar edhe me Gaddafin. Po është një risi kjo. Shko pra, prandaj them pra, në këtë lloj pike, pra ne tipo më thua fakte që vinë në favor të asaj që them unë. Të shikojmë çfarë ndodh me shqiptarët dhe si opozita shqiptare mund të bëhet alternativë me shqiptarët. Nëse nuk mund të jemi, domethënë, kaq sovranist, domethënë Berisha dhe tani kaq i varur nga ndërkombëtarët. Kur u kthye sovranist, tani do ta fitoj si ndërkombëtar. Mendoj që ka një rregull. Drejtohesh shqiptarëve, bëu alternativë për shqiptarët, ftoje shqiptarët, mos kam ngul tek e njëjta gjë, domethënë me këtë raport me këtë ekip, sepse mund të jenë më të mirë në botë, në politikë. Më i miri ka humbur, ka fituar dikush tjetër që ka pas fat. Kjo është politika. Nuk është letësi thash. Nuk do të thotë që ti ke garanci të libër jo, domethënë të pret kohën që ta kuptojnë. Jo, ti je detyruar dhe të përkthehesh, je në votim. A jemi dakord që është vota e drejtë apo jo? Kjo mund të ha problem. Domethënë, a jemi dakord me mënyrën se si e votojnë, se si barazohet vota? Kjo është çështje tjetër. A mund të marrësh një mendim për shkakun që a duhet votojë diaspora me këtë lloj hapësire që kemi ne, sepse si mundet votoj dikush për një qeveri vendimet të cilës nuk i pëson kurrës. Këto janë çështje tjera. Por ama jemi ke ky realitet. Opozita gaboi edhe me shpejtësinë me cilën nuk pa se çfarë do ndodhte me diasporën kur nuk ishte manipulim total i votës, 80% me 20% nuk mund të të themi gjë. Jo, unë flas për çështje që nuk kishte barabartë as në kontakt, nuk kishte barabartë as në komunikim. Opozita gaboi që nuk nguli te një votim elektronik. Si mund të lejosh, domethënë sot kur e di shumë mirë që presionin që mund të kenë njerëzit, si mund të këmbgulesh ti për mos me pasë votim elektronik, sepse këmbgulli opozita. Si mund të këmbgulesh për një tretën e mbyllur ku me këtë lloj formule i fale Partisë Socialiste 10 deputet. Pra, domethënë këta janë gabimet që opozita duhet shikojë ke vetja, jo thjesht Edi Rama. Është momenti që opozita nuk mund të fajsojë qytetarët, duhet të fajsojë veten. Ne të dy mund të fajsojmë qytetarët dhe me drejt, sepse kur i thua që kur ke përballë një qeveri të tillë, kur ke përballë njerëz që të kanë grabitur, kur ke përballë njerëz që nuk të jamin drejtën, çfarë pret? Dhe kur e di që nënshtrimi ndonjëherë jep shumë më të këqija se sa rebelimi. Po të lexosh për shembull është një filozofe shumë e mirë, Simone Weil, një franceze, e shpjegon këtë gjë, thotë çuditem gjithmonë që njerëzit thotë shkojnë ke nënshtrimi, ndërkohë që rebelimi thotë mund të japi më pak probleme sepse ti i tregon tjetrit që je fort, më mund ta bësh të tillë që të reagojë. Po nënshtrimi nuk jep ndonjë reagim, e bën më arrogant atë tjetrin. Dhe kur e di këtë dhe kur e sheh thotë pse vazhdon të jepesh nënshtrimit dhe jo rebelimit. Çuditërisht kështu ndodh. Pra, ne dashur merr ne të dy si analist mund të themi sepse ne të dy nuk votohemi. Por politika që votohet nuk mund të fajsojë qytetarët. Duhet të shikojnë nga vetja dhe duhet të kthehet në alternativë. Politika është perceptim publik. Politika është perceptim publik. Ti duhet dizenjohesh në mënyrë të tillë që të kesh dëshirë për qytetarët që të ecin me ty. Kaq. Zoti Baçi, duhet ndalem tek SPAK për rolin e tij para dhe pas zgjedhjeve. U krijua një strukturë e posaçme nga SPAK e cila do të monitoronte dhe u përgatit për terrenin për të parandaluar krimet zgjedhore. Sa efektive rezultoi SPAK në këtë gjë? Nëse ne kemi shkuar te ideja që do ta vendosi, do të na rregulloj SPAK-u. Jemi që në herën e parë gabim. Që në kryet herës jemi gabim. Do të bëj një pyetje. Njeft në çifti që shkon për të bashkuar në gjykatë. Ja, gjithë shkojnë për të ndarë. Pra, SPAK-u na jemi punë për bërë fakte shkeljesh, po jo për ato që duhen qytetarët. Nuk mund ta rregulloj peshorja politikën. SPAK po është peshorja, drejtësia është peshorja. Kur shkojmë atje, shkojmë me fakte të zeza. Shkojmë si këto çifte që shkojnë për të ndarë, jo për të bashkuar. Opozita ka bërë qindra denuncime, kanë qindra kallëzime dhe ende nuk ka një lëvizje nga SPAK. SPAK e dinte shumë mirë që drejtorët Edi Ramës dhe qeverisë shkonin dilnin në fushat dhe SPAK nuk i përgjoj. Prandaj është i dyshim roli i SPAK sipas mendimit tim, po ti ke kënd vështrimin tënd. Ja, shikoj Gjiki. Ka një gjë.
A mendon se një shoqëri mund piqet vetëm një institucion? Pra, do të thënë, është një institucion që besueshmëria e këtij institucioni është më e lartë se kishtat e xhamia zotri. Kjo ishte, jo, më lart. Duhet të dish, është më lart. Është perceptimi që sondaze, është besohet kisha xhamia. Mirë, shikoj botëgimin. Mund ta kenë për të kap korruptorit, po jo më shumë se kisha xhamia, më dëgjoj. Ç'a ndodh? Spaku nuk mund të ecë dot përpara nëse me të nuk funksionon shiku, policia, antikorrupsioni, organet hetimore tjera që janë në dogan, tatime, në zyra tjera. Se spaku nuk është se sherif që del me pistolet në qytet, domethënë dhe ti i kërkon të kapi keqbërësit. Sa herë ta ka thënë Dumani publikisht, nuk funksionon policia më shumë bashkëpunon me krimin se me ne. Sa herë ka thënë që dogana tatime antikorrupsion në zyra nuk ka. Ka rënë 50% më shumë, domethënë vitin e shkuar nuk e di sa mund të ketë rënë këtë vit denoncimi nga institucionet. Pra, çfarë ka bërë? Në thelb ka respektuar vetëm opozitën. Është marrë me dosjet që ka çuar opozita. I ka çuar dhe kanë reaguar, si qeveria s'ka çuar si dosje. Pavarësisht se zoti Rama thot publikisht që unë mbështes Spakun, nuk ka një dosje që ta kenë çuar zyrtarët e tij për ndëshkim antikorrupsion. Ke dëgjuar ti ndonjë dosje se unë s'kam dëgjuar. Do të kam shpëtuar, por unë s'di që të ketë çuar doganat, tatimet, zyra antikorrupsion që ka vetë Rama në kryeministri për këto raste. Ka çuar vetëm KLSH-ja dhe opozita. Dhe si mundet ne ta fajsojmë Spakun që nuk ka vepruar, kur në fakt Spaku nuk ka vepruar për krime zgjedhore. Spaku ka besoj çështësh aty që ka pretendime dhe mund të kemi ankesa sa të duash dhe me të drejtë. Por nëse kemi përfunduar vetëm këtu, do të thotë që mungojnë të gjitha hallkat e tjera dhe ti po ja ngarkon vetëm Spakut. Po them, nuk dua të justifikoj fare Spakun. Politikisht Berisha gaboi që u vu përballë një institucioni i cili kishte kaq besueshmëri publik dhe nga ana pragmatiste me vota, ti nuk mund të jesh kundër një institucioni i cili ka kaq shumë shtetin publik dhe ti i kërkon votat publikut, apo jo. Dhe i dhe mundsinë që qeveria që kishte kaq probleme me Spakun, që është kaq i friksuar, sepse kushdo që ikën atje po dal se çfarë ka bërë, dhe ti dhe shansin që Rama të krenohet që unë mbështes Spakun, ndërkohë që në të vërtetë Spaku ka punuar me dosjet që ka çuar opozita dhe kontrolli i lartë i shtetit dhe nuk ka asnjë dosje nga qeveria. Pra ky lloj paradoksi shkoi dhe u votuan ndryshe, ndërkohë që një pjesë e mirë, domethënë, qoftë Belia, qoftë Beqa, qoftë, domethënë, emra të tjerë, ish drejtori rrugëve, domethënë apo çështje tjera që janë hapur. Janë hapur për shkak se i ka çu opozita. Pra, si mundet që vetëm për shkak se Spaku kishte probleme me Berishën, ti të zhdukesh gjithë të lloj rëndësie që ka dhe të jesh kundër Spakut, duke i dhënë kundërshtarit tënd shansin që duket ai sikur është pro Spakut. Shiko, zoti Berisha ka pretendimet e veta për Spakun ku thot ka brenda element të kapur, ka brenda prokuror të emëruar nga vetingu i drejtuar nga Taulant Balla, ka gjyqtar dhe prokuror që kanë dhënë mbi emra. Pra, ai argumentat që ngre janë të drejta, pavarësisht lujës. Jo më ka me fakte, e ke më thonë një fakt që ka kështu, domethënë që thotë që do të them unë faktet. Ky i ka marrë Taulantit dhe i ka çu këtë. Shiko, mbi disa prokurorë të Elbasanit, të cilët janë lobuar nga Taulanti dhe janë aty, i cili e tregoi sot. Jo më kemi ne prokurorin e 2021-shit që Olci Komici, njeriu që drejtonte vetingun, sot është kandidat i Partisë Socialiste. A nuk mjafton ky fakt në përzgjedhjen e përjashtimit dhe përzgjedhjen e të gjithë strukturës së re të drejtësisë? Nëse ligji i lejon që ti të kalosh nga ky masi ke marrë mandatin të një parti politike, është gjë tjetër. Jo, më këtu ne po kjo mbledh mua te morali, më të mënyra si është morali i gjës, se ligjërisht ai në rregull është. Nëse më mend në fillim të bëra një pyetje. Mendon tash se mund të piqet vetëm një pjesë e institucionit në Shqipëri, vetëm Spaku, dhe ndërkohë që ne tjerë kemi bërë investim më i madh për Spaku ka peshmëri. Po më Spaku është pjesë e kësaj shoqërie. Prokurorët janë pjesë e kësaj shoqërie. Pra, i bie që ne kemi investuar te disa prokurorë të korruptuar pra. Nuk e them dot këtë, po them që ne si shoqëri nuk e kemi mbështetur atë, se ne nuk jemi në këtë nivel. Pra, institucionet e mbështesin amerikanët, ka mbështetjen ndërkombëtarëve. Ka mbështetë shoqëria, mbështetjen amerikanët nuk çojnë dokumenta dhe nuk çojnë fakte policët apo doganierët apo të tjerë. Pra, me çfarë do punoj unë? Ti më ke bërë furrën për të bërë bukë, po nuk më sjell miell. Ke denoncime të media, ke pafund dosje. Shiko, Spaku ke disa ministra që ke inceneratorët që nuk vepron. Është pretendimi i opozitës. Nuk është prekur inceneratorët, janë vetëm disa. Shiko, ke 3 dosje aty që ti di shumë mirë, nuk ka vepruar pra, mjaftu shumë, sepse do të ishte edhe Edi Rama brenda për veçerion Veliajt. Po më dakord, po kush do të kishte edhe emra të tjerë. Nëse do kishte dalë ti, do kishte thënë që për shembull që po.
Unë nuk pretendoj që ka përfunduar dosja. Spaku do të thotë që unë mbylla çështjen dhe nuk i ka prek këto gjëra, ke drejt. A ka vonesa? Të thash pra, ka vonesa sepse Spaku jeton në këtë shoqëri ku policia, dogana, tatimet, shiku mund mos janë të njëjtin nivel, nuk i përgjigjen. Të hetoj Spaku më burr pse duhet një ajdu të dorëzoj të dorëzoj. Ku ti marrë dokumentat? A do vi ti marrë dokumentat? Të ngjashmin e vet në A do vi ti marrë dokumentat këtu? Patjetër aty ka probleme. Një sekond. A kishim ne komisionin për incineratorët në kuvend? A kishe ligji thotë që çdo kërkesë nga komisionet parlamentare, nga komisioni, ndaj çdo institucioni, e detyron institucionin të paraqitet dokumentat. Sa institucione refuzon? Ku e kishin garancinë? Kishin garanci ke qeveria. Pse kur refuzojnë një komision që ne e shifshin për ditë dhe nuk refuzokan me çu dokumentet Spakut? Pra, afërmend shpunë ti që e njohim të realitet, do të kuptojmë që do bëhen çmos, do tuan ndërtoni tuf mekanizma, do ndërtoni tuf, domethënë rrokopuja, do bëni tuf burokraci, që kjo mos përfundojë. Pse? Sepse në këtë realitet jetojmë dhe këto interesa ne i kemi kuptuar se çdo thot presione të mëdha domethënë në këtë pikë. Tani kur kem mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kem mbështetjen nuk jetojnë këtu më burr. Mo vjen keq, mo tani kanë njerëz detyre dhe ne o Shteti Bashkuar të Amerikës o e kryejnë rolin e mbështetjes ndaj Spakut ose se kryejnë. Kjo është ndryshimi i madh. Fal Zotit, po të shikosh ti. Domethënë është SBA-ja dhe BE-ja këtu sepse Spaku po të ishte për politikën shqiptare do kishte ngordhur. A peça feste u bën në një moment kur u ngrin fondet nga SBA-ja sa më erdhi Trump përshtet dhe këtu kishte një festë madhe që do zhdukej Spaku? Po sepse u krijua ideja që Spaku ishte i kapur. Do të mjaftonte vetëm ky ose tri. Jo, do të mjaftonte, nuk u gëzuan se ishte i kapur. U gëzuan sepse menduan që mund t'i priteshin këmbët, dhe deshën ta dekurajonin. Tani mos bëhemi naiv. Pra ti nuk ka ndonjë dëshirë politike të hetohet nga Spaku. Ne duhet të jemi të bindur që pavarësisht gabimeve, pavarësisht për shembull që unë e ti duhet i bëjmë thirrje kujto që punon te Spaku që mos bëhet arrogant, që mos kthej metodën e hetimeve të dikushme, që mos jetë thjesht në një institucion që do të friksojë qytetarët. Jo, duhet të jetë një institucion që tetojë mbi të vërtetën. Dhe këta hetojnë, gjykata vendos, janë të lidhura ata. Dhe unë mendoj që unë i përkas atyre njerëzve që pëlqej atë thënien e drejtësisë më mirë 10 fajtor jashtë se një pafajshëm brenda. Dhe nuk do të jetë qëllimi me burgos njerëz. Dhe kam thënë në zgjedhje, më nuk më intereson Spaku sa veta do fusin burg pas zgjedhjeve. Më intereson a do e parandaloj do të vjedhjen e votës. Nuk më shqetëson sa veta burgosen. Nuk më lumturon kjo gjë. Mua më intereson e vërteta për këtë vend, mënyra se si jetojnë, mënyra se si dalin të vërteta dhe mënyra se si reagojnë institucionet. Unë kam parë në përdëm, por i dha opozita këtë shans Ramës që në përdëm thoshte unë jam mbrojtësi i Spakut. Ndërkohë që mbrojtësi vërtet i Spakut dhe ai që ka dhënë material ka qenë opozita. Pse? Vetëm për interesin e Sali Berishës u detyruan opozitarët që të dalin kundër Spakut, domethënë dhe të akuzojnë. Po çfarë pret një shoqëri që ti thua që meqense këtu çfarë ke krijuar atje? Ke krijuar një parajs që janë engjëj dhe nuk kanë lidhje me njerëzit? Janë qytetarë shqiptar këtu që jetojnë në këtë vend. Në të cilët mund të kenë lidhje politike, mund të kenë familjare, mund të kenë lidhje miqësore, një vend me 2 milion banorë. Dhe në një kështu ku nuk funksionojnë institucionet dhe ti prisje që Spaku të ka lirësi e madhe dhe të bën çdo gjë? Jo. Ne siç i kërkojmë llogari për të hetuar. Duhet i bëjmë thirrje që arroganca kujt do aty, domethënë mos e lejohet askujt. Në emër të testë që është një institucion që ka këtë pushtet hetimi, nuk do të thotë që ti ke drejt të terrorizosh qytetarë shqiptar. Jo. Qëllimi është e vërteta. Nuk është qëllimi burgosja e njerëzve. Nuk është kjo, sepse këtu gjithë institucionet e ngatrojnë, edhe polici del mbrapa ferrave me të vënë gjop, nuk ka qëllim me rregullu trafikun. Edhe prokurorët dhe këto tjerë. Duhet të kuptojmë që shteti këtu nuk është me burgos qytetarëve. Është me vendos rregull, me vendos ligj, me vendos të drejtën. Ne duhet të interesohemi për të drejtën. Kjo do të na shqetësojë. Zoti Baçi, dhe një pyetje të fundit lidhur me Partinë Demokratike, sepse është ajo që shqiptarët duhet të kenë vëmendjen për të sjellë ndryshimin në Shqipëri. Ndryshimin e pretenduar se mund të jenë të kënaqur me gjendjen që është sot. Çfarë duhet ndryshojë nga sot Partia Demokratike që të bëhet një forcë fituese? Vetveten. Si duhet ta bëj? Çfarë duhet bëj? Shiko, si e lexon ti? Ti je përballë publikut. Ti je me vota. Ti duhet bëhesh i besueshëm. Ti duhet bëhesh në ata njerëzit kuptojnë që me ty janë për të ndryshuar. Domethënë, dhe sidomos përballë një qeveri arrogante, përballë një qeveri që ka lidhje me të fortë. Ti do lidhesh aleancë me qytetarët.
Dhe unë mendoj që domethënë arroganca të jep tipik, arroganca këtyre të fortëve, arroganca e qeverisë. Duhet të bëj ty që ti të jesh zëri i qytetarëve dhe ata që kanë këty mundësinë për të ndryshuar. Po nëse ti flet me arrogancë, nëse aktorët e opozitës faqsojnë qytetarët se nuk i kanë kuptuar, domethënë ku ka në botë, nuk ka asnjë që të faqsojë qytetarët. Me mirënjohje të madhe jep dorëheqjen dhe ikën. Nuk faqsojnë qytetarët që s'm kuptuan. Çdo tot faqsojnë qytetarët që s'kuptuan. Politika është një komunikim publik arti të kuptuarit të kohës tënde, të asaj që do qytetari dhe ta bësh atë që të votoj ty. Nuk është muhabet filozofik. Nuk i intereson dy fizikanëve që e kanë kuptuar apo se kanë kuptuar të lagja. Nuk i intereson dy akademikëve nëse teorinë e tyre e kuptoi apo nuk e kuptoi Mileti. Edhe ata kanë këtë shqetësim. Kurse politika nuk ka këtë luks. Politika ka artin e të kuptuarit në kohë dhe sidomos në ditë të sotme në real politik, ku gjërat janë më drejt për drejta, ku çdo gjë përkthehet në mënyrë drejt për drejt dhe jo më me metaforë. Nuk ka luksin opozita sot as të fajsojë qytetarët, dhe as të neglizhojë ata, dhe as mos shkojë vetëm me dëshpërim. Nuk bën qytetarët duke bërë një organizatë e dëshpëruar që vetëm qahesh që ty ndaj teje ka padrejtësi. Ti do të japësh mesazhin qytetarëve se kur e thua ti si organizatë politike, imagjino çfarë ndodh me qytetarin vet, atje që është i dëshpëruar. Ti do të japësh atij kurajon, po kur ti vet je qaraman, çfarë kurajo do japësh qytetarëve që janë me ty? Ne do të jemi shqetësuar gjithë për opozitën sepse opozita është pjesë e këtij vendi dhe kur lëngon opozita, një pjesë e mirë e qytetarëve dekurajohen për ndryshimet dhe për drejtën. Prandaj dhe është shqetësim shumë i madh. Se thon shumë njerëz, "Ore pse merreni, nuk do për shkak, nuk do Flamur Noka tiki, nuk do Berisha tiki, nuk do Albana Vokshi të njohoj, nuk do këtë." Çështja është që nuk është çështje emrash. Atëherë tikim ne nga Shqipëria. Jo. Ja, kjo do ishte pastaj fatale. Nuk jam as për të. Jam që ti duhet të gjesh rrugët, jo të fajsosh qytetarët, po të gjesh mënyrën si qytetarët duhet jenë me ty. Zoti Baçi, faleminderit që ishe në Timoni podcast. Faleminderit që na ndoqët.